Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur Gafor, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është pa emër, që do të thotë por është shenjë e ajrit, të dashur, dhe kjo letër në praktik mendore thotë të shohësh faktet siç janë, të dashur Gafor, jo siç do doje të ishin. Kjo periudhë kërkon nga ti të heqësh maskën, jo domosdoshmërisht ndaj të tjerëve, por ndaj vetës tënde. Ka diçka që po e shmang, ndoshta nga frika se çfarë do të ndodh nëse e sheh në sy. Por realiteti është se vetëm kur sheh të vërtetën mund të marrësh kontrollin apo të rregullosh gjërat, të dashur Gafor. Në aspektin praktik kjo mund të përkthehet në këtë mënyrë: vendime të vonuara që duhen të miren, edhe nëse nuk janë komode apo nuk ju pëlqejnë. Marrëdhënie apo bashkëpunime që duhen rivlerësuar në bazë të fakteve, jo ndjenjave, të dashur Gafor. Përballje me pasojat e diçkaje që është lënë pezull tani një kohë. Kjo letër në fakt kërkon qartësi, të dashur, qartësi, në kuptimin asaj që jo ndjenja, nëse diçka nuk po ecën, pyet pak veten, çfarë nuk po funksionon realisht, dhe jo pse ndjej kështu. Zgjidhjet e kësaj periudhe vijnë përmes logjikës, strukturës dhe sinqeritetit të plot me veten. Shpesh mashtrojmë veten duke i anashkaluar gjërat dhe mendojmë që i largohemi realitetit. Nëse qëndron në mjegull, gjithçka do të duket e paqartë dhe e rëndë. Por në momentin që e sheh të vërtetën, sado e pakëndshme të jetë, fillon të ndihesh më i lehtë dhe më në kontroll. Kjo është një periudhë për sqarime, përfundime dhe vendime që do të çojnë drejt stabilitetit. Vetëm pas kësaj vjen qartësia që të lejon të ndërtosh me themel çfarëdo që të jetë. Në thelb, mesazhi i kësaj i kësaj letre për Gaforin është: hiq dorë nga iluzioni dhe përballu me faktet. E vërteta nuk të dëmton, të çliron, të dashur Gafor.